Një sër projekte të reja në qarkun e Kuksit sipas kryesocialistit Edi Rama kanë sjellë ndryshimin që zona kishte nevojë. Gjatë prezantimit të arritjeve dhe sfidave, shefi i mazhorancës theksoi se këto shifra shuajnë zërat e opozitës se nuk ka pasur investime në veri nga qeveria që ai drejton. Shqipëria pa diskutim që ka probleme, pa diskutim që ka tema të rëndësishme ekonomike, sociale për të trajtuar edhe për të adresuar, por është një vend krejt tjetër nga ai që ekspozohet edhe komentohet. Theksoi se nëse fiton mandatin e 4 pas zgjedhjeve të pranverës, kanë ende plane të tjera për veriun. Shikoni këtë se kjo është e rëndësishme. Të gjitha këto që shihen këtu janë infrastrukturë rrugore në qark, 7 projekte në vlerën 2.4 milion euro dhe këtu du të prek një element që është shumë i rëndësishëm për këtë zonë. Ka akoma disa projekte të tjera që duhet të ecin dhe të përfundojnë. Nuk la pas as ironit me kundërshtarët e tij politik. Ndalen për një moment të marrin frymë edhe të mendojnë se mos ndoshta janë ata që gabojnë dhe jo populli, se mos ndoshta. Më pas, kryetari i Partisë Socialiste vijoi takimin elektoral, duke i dhënë kështu fund dhe fushatës të qarkun e Kuksit.